25 student nga departamentet e lëndëve paraklinike dhe klinike të Universitetit Luish Gurakuqi në Shkodër janë certifikuar pas pjesëmarrjes disa mujore në projektin Forcimi i kapaciteteve dhe kompetencave digjitale në arsimin biomjekësor përmes ndërkombëtarizimit Bionist. Ky projekt i zhvilluar online në bashkëpunim me universitete partnere nga Bosnia dhe Hercegovina, Mali Zi dhe universitete të tjera në vendin tonë, me mbështetjen këshilluese dhe transferimin e njohurive nga partnerët në Belgjik, Rumani dhe Serbi, synon të adresoj sfidat e ndërkombëtarizimit të kurrikulës, mobilitetit virtual, si dhe zhvillimin e kapaciteteve akademike dhe teknologjike që mbështesin këtë proces. Është ardhmja, pra si një mundësi e mirë që Universiteti i Shkodrës me ofru jo vetëm për studentë shqiptar, por për studentët e huaj, me ofru trajnime digjitale, trajnime online. Për më tepër, ky projekt i ka dhënë universitetit sot klasa digjitale, ku 6 klasa janë pajis me smart boardera, me laptop, të cilët pra bëjnë të mundur pra që pedagog pra me shtri fokusin këtu në vetëm në studentë shqiptar, por në studentë e huaj. Këtu bëhet fjalë për ndërkombëtarizim dhe kjo është fjalë projektit Biosint. Forcimi i kapaciteteve digjitale në mësimdhënie. Gjatë ceremonisë së shpërndarjes së certifikatave, rektori i universitetit, profesor Dr. Tonin Xhuraj, u shpreh se ky projekt përbën edhe një shembull të mirë bashkëpunimi dhe është dëshmi e përkushtimit për rritjen e cilësisë në arsimin e lartë. Ky universitet është pjesë e këtij zbatimi, është Bosnia Hercegovina dhe Mali Zi. Ndërsa avantazhi është sepse edhe transferimi i njohurive, po them edhe këshillat që ne marrim në zbatimin e këtij projekti, vijnë nga partner serioz, siç është Belgjika, siç është Romania, siç është Serbia, kështu me radhë. Duke përmendur edhe Serbinë edhe Bosnjë Hercegovinën, siç tham, drejt përse drejti ose në mënyrë të tërthort, këtu dalin edhe aspektet që kanë bajnë edhe bashkëpunimin kulturor, midis po them shoqërive tona. Edhe pse shoqëritë do jenë shoqëri digjitale në të ardhmen, por mirëkuptimi dhe rritja e bashkëpunimit midis njëri tjetrit nëpërmjet arsimit, nëpërmjet shkencës, nëpërmjet artit, nëpërmjet sportit është, si të thosh, është rruga më e mirë pra që ne të rrisim bashkëpunimin dhe duke rrit bashkëpunimin rrisim edhe mirëkuptimin me njëri tjetrin dhe natyrisht jetojmë në një rajon siç është Ballkani dikur fuqi baruti, por sot është rajon më i relaksuar për hije vërtetës. Drejtuesit e universitetit premtuan më shumë angazhim për përkrajjen e departamenteve të mjekësisë, duke theksuar rëndësinë që kanë ato për përgatitjen e specialistëve të shëndetësisë, si dhe për nevojat në rritje të qytetit të Shkodrës dhe vendit tonë në tërësi për profesionistë të kualifikuar.